Duhet të dalë dhe duhet të rregulloj këtë gjendjen. O zot, si më janë bërë flokët. I bëra me çorape gjatë natës. Shikoni. Ç'më duhen mua çorapet. Hajde tu japësh formë këtyre tani. Nëse do lyhemi. Si rri ky floku këtu. Për një make-upin, unë pasi do merrem me flokët se shikoj që kam goxha punë. Ndërkohë do ju tregoj disa gjëra që na ndodhen në Firenze, që mua më ngelen në mendje për shembull. Para është që kemi shkuar në farmaci, sepse mua më duhej një ilaç që më dha doktoresha e veshit, që të kurohesha, domethënë. Dhe këtu në Shqipëri këto nuk janë cilësorta, kështu që mundohet ta gjesh jashtë. Okej, unë duke qenë se të shkoja në Itali, thash do ta blej andej. Dhe atë tha dhe ajo shumë mirë, thatë që do ta blesh në Itali, tha. Ato lloj ilaçi pa recetë nuk e jepnin. Përgjithsisht ilaçet në Itali pa recetë nuk i japin. Fatmirësisht gjetëm një farmaci që farmacisti ishte shqiptar. Ne nuk e dinim që ishte shqiptar, dhe kur e pyeti kjo shoqja ime që mund të na japësh këtë ilaçin, ai tha që jo, nuk mundem, tha, nëse nuk keni recetë, po ja tha në italisht se shoqja ime pyeti në italisht. Dhe kur unë e kam pyetur këtë shoqen që pyeta në shqip, i thash me çfarë thot, nuk na jep dot. Dhe ai na i ktheu shqip. Tha, jeni shqiptare. Një make-up të thjesht do bëj, se një kafe tani në mëngjes do dal do pi. Dhe unë isha kështu. Nga më erdhi ky zë. Edhe tha, unë Pola, tha. Po i thash, shqiptare jemi. Dhe më tha mua, çfarë shqetësimesh ke pasur? I thash, unë mbi ekuilibri. Doktoresha më tha, është veshi mesëm dhe duhet ta merrja me patjetër jashtë të ilaçet, sepse në Shqipëri nuk janë cilësore. Tha, kjo nuk lejohet, tha, sepse duhet me recetë mjeku, tha, por me që një shqiptare më do t'ua jap. Okej, mbaruam aty, hipëm në tren. Do shkonim drejtë në hotel. Dhe një nga shoqet e mia harroi çantën brenda në tren. Po, harroi çantën. Jo çantën e madhe të rrobave, jo, se ato hajde kush i qante, po çantën e vogël që kishte të gjitha dokumentat, kishte lekët, pasaportën, kartat e bankës, çdo gjë të rëndësishme e kishte në atë çantë. Dhe ajo e harroi, e la në tren. Që ndodhi? Fatmirësisht, shqyr zotit kanë ngelur akoma njerëz të mirë. Një djali huaj na vin nga mbas dhe na thot, vajzda, harruat çantën. Dhe ajo nuk e kishte kuptuar akoma që e kishte lënë çantën atje. E falenderuam shumë atë djalin, nuk e di domethënë sa stres na ka kusyer ne ai, që do fillonim do na dilnin pushimet nga hundët. Treni kishte kamera, po sa të fillonin procedurat, denoncimi, më ka humbur çanta, andej këtej. Hajta gjej. Okej, e kaluam stresin e dytë për atë ditë. Ditën e nesërme shkojmë në outlet. Tek YSL-ja, pra dase donin këto shoqet të shikonin për ca gjëra që i kishin fiksim, po kot që quhej outlet, se çmimet i kishte njësoj sa çmimet zyrtare. Nëse një nga këto shoqet e mia di italisht, sepse ka jetuar për një kohë shumë gjatë në Itali. Dhe u futëm te YSL-ja sepse kjo shoqja po kërkonte për një çantë. Dhe këto të dyja po diskutonin me njëra tjetrën që jo do blejmë këtë çantën, do shikojmë këtë çantën andej këtej. Dhe sa jemi futur te dera e YSL-s, sa jemi futur direkt aty në hyrje, në ekspozitor ishin disa çanta. Dhe njëra nga këto shoqet i thot kësaj italiane vero. I thot që, ua, shiko, si çanta që të pëlqen ty, ja ku është. Dhe kjo shoqja nga që unë entuziazmua aq shumë, harroj që ne ishim në Itali dhe kjo dinte të fliste italisht, i foli, asaj shicës, i foli anglisht. Mi që i foli anglisht, po qa i tha? I tha asaj shicës, can I help you? Do ndihmon të shqitse kjo forcat punëtore të shtuara në dyqan. Kishin ardhur. Aty pastaj hajtë më mbaje mua
që unë nuk pyeta më ku isha dhe kam qeshur për gati 2 ore gjysmë atë lloj gjëje, se jam shumë e gatshme ta bullizoj këtë shoqen, kam shumë qejf ta bullizoj. Po kur më jep kështu material vet ajo, se ajo vetë më jep material tërkohës, po nga këto kështu sade fare, edhe një herë i thash që kërkove të flisja anglisht, po jo, më i thash, po nuk është anglishtja për ty. Një tjetër ndodhi ishte që kur po ktheheshim nga Firenze për në Shqipëri, se do thaj për në Itali qyqa. Ishim te aeroporti Bolonjës dhe radha ku bëhej kalimi pasaportave ishte super e madhe dhe kishte super njerëz dhe ne ishim të fundit fare. Unë kam një problem shumë të madh me veten. Një gjë që unë nuk bëj dot është të rri dhe të pres, qoftë në radhë, qoftë të pres dikë. E kam më zangthi të pres. Dhe sa pasha të radha, thash, o, zot mua kjo radha do më sëmuri. Dhe në atë kohë, kësaj shoqes time që tha, can I help you, i bjen një ide gjeniale, brillante në kohë. Dhe më thot mua, bëj siguri e sëmur që t'i them këti, ati policit që ishte aty, që kam shoqen sëmur. Dhe po, unë bëra sigurisht shumë sëmur. Ja, ju dhash një ide, që se keni shumë radhë në aeroport. Unë bëra si e sëmur dhe kjo që i thot një italisht ati policit, i thot që shiko shoqja ime shumë sëmur, mund të paktën kjo të kaloj paradh. Po, thot ai patjetër. Dhe ai më merr nga fundi që isha fare dhe pyet edhe këtë shoqet e mia, ju jeni bashkë me vajzën? Po, i thon këta dy shoqet e mia. Po hajdeni dhe ju, i thot. Nga të fundit ne kaluam në krye të radhës. Kemi vajt të parat fare dhe madje ai që po na kalonte pasaportat më pa mua se unë vazhdoja bëja si e sëmur. Çfarë ka vajza është sëmur? Po, i tha kjo shoqja, mos doni që ta dërgojmë në urgjencë, si ta? Jo, i tha ajo, se nuk është se është aq i keq, i tha, po është pak e pamundur. Okej, i tha ai, na kaloi pasaporta shpejt dhe tha, të lutem merri ujë vajzës edhe diçka për të ngrënë, se ndoshta nuk ka ngrënë, i tha, dhe prandaj ndihet kështu, faleminderit, i tha. Unë kisha ngrënë një skaçata që në mëngjes. Nuk bëhemi njerëz, ne thash. Po, do tru kjo punë. Shoqet që ma bërin mua aftësitë e tua të aktrimit ishin aq të mira se edhe ne për një moment e besuam që ishte vërtet sëmur. Këto ishin dhe të gjitha historitë më pikantet. Ky është edhe luku përfundimtar me flokët, hajt mo. Kjo ishte edhe videoja për sot. I ka ju pudh.